Të ndalemi pak tek çështja e Erben Ahmetajt, ku drejtësia shqiptare kërkon ekstradimin e tij nga Zvicra për të përballur me akuzat që SPAK ka ngritur ndaj tij, sidomos ndaj çështjes kompanisë Buka. Në këtë rast Erben Ahmetaj ka reaguar duke thënë që kërkesa ka qenë e vjetër dhe se gjithçka që po ngres SPAK-u tani është një tymnaj mediatike. Ju si mendoni në këtë rast, a do të vijë Erben Ahmetaj të dëshmojë në SPAK dhe a mund ta fundosë ai Edi Ramën, Belinda Ballukun dhe gjithë ato që ai ka konsideruar si organizatë kriminale? Unë të jem realist me ju, do them që zoti Ahmetaj ish kryeminist, zëvendës kryeministër në Republikën e Shqipërisë dhe shoku i ngushtë Edi Ramës e kuptoj me shumë vonesë që Edi Rama ja bëri vorrin dhe ja bëri gropën. Tani, ky individ a do ekstradohet në Shqipëri? Për mua, ai duhet të vinë në Shqipëri dhe thjesht të dëshmoj me emër dhe mbi emër çfarë kanë parë syt e tij dhe çfarë kanë dëgjuar feshët e tij në drejtimin e Shqipërisë nga zoti Edi Rama, po ja them nga 2017 nuk më merr më poshtë. Duhet të bëhet një dëshmitar i vërtet, i fortë, i mirë për të arritur objektivin që të shpëtojë dhe veten e tij dhe familjen e tij, por në të njëjtën kohë dhe popullin shqiptar, në rast se don ta shpëtojë popullin shqiptar dhe duhet të kemi parasysh që ai din shumë të vërteta dhe këto që thot janë shumë pak të vërteta. Din vërteta dhe më të shumta se aq, sa thot ditë për ditë edhe çuditërisht vetëm te një televizion, te syri televizion. Sikur ka ndaluar këtu tek ne televizionet e tjera dhe s'ka të tjera të cilët duan të bëjnë një lajm të tillë. Dhe na figuroka që syri që ka më i fortë se televizionet e tjera. Dhe syri që ka më i pavarur se televizionet e tjera. Okej, inshallah gabofsha sepse edhe unë njeri jam, gaboj. Tani, për sa i përket ekstradimit, ekziston një fakt, të cilën ju nuk e dini, dhe po ja them unë. Fakti është me dy faktorë. Faktori parë është një dorë transparente që kërkon ardhin e tij, pra ekstradimin e tij, por në të njëjtën kohë është edhe një dorë e errët, e cila nuk dukej në publik, pra nuk e din SPAK-u dhe sigurisht ndalon ekstradimin. Dikush do thot marrëveshje. Dikush do thot hajde marrëveshje sepse ne kemi, s'kemi, jo është interpretimi, po jo Zvicra është shteti i së drejtës. Po jam dakord që Zvicra është shtet i së drejtës dhe shtet demokratik, Nuk është Zvicra këta që kanë frikë të flasin edhe këta që nuk dalin në protestë ose këta të cilët thënë që jemi mirë me aq sa jemi, Zvicra është shtet demokratik, shteti i së drejtës. Por Zvicra ka një problem. Kur shikon që ti që në fillimet e para je i papam, pra je i paqartë në atë çfarë ti kërkon dhe je institucion publik, thot opa, kur institucioni nuk din çfarë don dhe ndërkohë kërkon gjëra të tjera për tjera, këtu sigurisht nuk kemi anën profesionale. Nuk del Zvicra thot korrigjoni budalliqe sepse këtu jemi shtet ne, ndërsa ju jeni aty akoma partia e punës, nuk e bën këtë gjë, por Zvicra thot sigurisht nga rregulli i saj dhe nga drejtësia e saj që jo, nuk do ekstradohet zoti Ahmetaj. Por shikoni një rast të ekstradimit dhe dua ta mbani dhe ta keni do thoya parasysh dhe ta mendoni gjithmonë ku ekziston fjalia ekstradim. Ekstradimi në çdo shtet të botës, edhe ai më diktatorial, ka kriterin kryesor që janë kriteret politike. Mirë, janë kriteret politike. Dhe gjithmonë në çdo vend më demokratik dhe më diktatorial, ministri i drejtësisë që është ministër politik, që thënë këta ajo budalliqe, këta budalliqe thënë, është politik, merr penën
mbi letër dhe firmos kërkesën për ekstradim. Dhe ministri Krau Matan e shikon në rast se kjo është një kërkesë e drejtë, analizon dhe ja referon organit kompetent që në shumicën e rasteve janë gjykatat respektive në vendet kur është personi që është azil kërkues. Tani ka edhe një sekret. Ekziston një sekret dhe ma dëgjoni me vëmendje sepse këtu do kuptoni pse vullneti i Spakut është të merret me procedurë dhe pse vullneti i qeverisë është të shmang marrëveshje ekstreme me Zvicrën. Çfarë do të thënë të dyja bashkë veç e veç dhe bashkarisht? Veç e veç Spaku thot, ai le të dali të syri nga mjesi deri në darkë, le të flasi, mua as më intereson, unë kam bërë procedurën dhe pres ekstradimin. Qeveria thot, unë kam bërë punën time ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë dhe puna po vazhdon, por në rast se kryeministri i vendit, shiko tani, lexon kodin e procedurës penale dhe pjesën e ekstradimit, ashtu siç duhet, jo në kuptime të tjera, mund të bëjë një pakt ekstrem marrëveshje me Zvicrën, edhe t'i thoj e dua zish zëvendës kryeministrin në Tiranë. Përndryshe do kemi konflikte. Po kjo kërkon vullnet. Kjo kërkon guxim. Kjo kërkon vendimarrje. Kjo kërkon në fund fare çfarë kërkon? Kërkon që po erdhi ky person në Tiranë, do bëhet petito për atë që do ta kërkoj të vi. Prandaj them që kjo do të jetë gjithmonë një flak e cila nxjerr vetëm tym, por gjithmonë tek tymi, po dolin ai tym i bardh, sepse dalin në disa raste tym i bardh, do të jetë fatale për atë të cilët e ka insistuar të bëhet të vi, por në fund fare do të jetë, do të thoja, një vështirësi për personin i cili do të vinë në Shqipëri dhe të jetojë. Prandaj them që zoti Ahmetaj, për mendimin tim, nuk besoj që do të ekstradohet, por në rast se do të kemi një vullnet tjetër politik në vend, nuk do kemi këtë kryeministër, do të vi një qeveri tjetër në këtë vend, dhe do qeveriset vendin me standarde dhe parime demokratike, me vlera dhe parime europiane, duke besuar në meritokraci, në llogaridhënie, në drejtësi konkrete dhe reale në këtë vendit, çdo person nga Spaku, nga drejtësia e famshme, nga politikanët të cilët janë arratisur, çdo lloj natyre që kanë pasur, kanë qeverisur, qeverisur këtë vend, kanë punuar në këtë vend, kanë abuzuar me këtë vend, nuk i shpëtojnë, ma dëgjoni me këtë. Nuk e di në kuptimin a do ndodh dikur kjo gjë, por unë po të them, në rast se ka vullnet politik në këtë vend, edhe kjo qeveri ndryshon dhe vjen një e re që ka këto parime që unë të thash, asnjëri prej tyre nuk përfiton në ekstradim. Ta garantoj unë ty 1000%. Këta i ke këtu në Shqipëri dhe do marrin pasoja të rënda, po të them. Por gjithmonë, në rast se vjen një qeveri e pavarur e cila kërkon të vendos drejtësi. Prandaj them, mos besoni tek azil kërkuesit dhe mos besoni se ekstradimi pengohet gjithmonë. Bani një rezervë të vogël, sepse do ju duhet. Avokat, Erion Veliaj ka kërkuar që të ketë laptop në qeli që të njihet me aktet e çështjes tij dhe në raportet që ka me avokatët e tij. Si mendoni, çfarë mund të lexojmë në këtë rast dhe ç'është kjo lëvizje e Erion Veliajt? Kërkon që të drejtojë Bashkinë e Tiranës me laptop nga qelia? Jo, ajo me sa kuptova unë është për sa i përket akteve që ai është i akuzuar, nuk e di sa është faqja e tyre, pra sa faqe ka. Besoj se edhe ai duhet të ketë shumë faqe, te i kalo 50.000 faqe në rast se i kanë bërë akuzë këta edhe i kanë mbledh çdo lloj prove, edhe mos qenë provë, po thjesht çdo fakt, çdo akt shkresor. Zoti Veliaj mendoj se kërkon një të drejtë procedurale që Zotit Veliaj mund t'ja japin në shumë vonesë, po një qytetari të thjesht që është në kushtet e izolimit nuk ja japin kurrë.
dhe është reforma që ka votuar Partia Socialiste dhe ata qytetarë që janë të paraburgosur së të dënuar që kanë votuar Partinë Socialiste, të jemi realist. Pra, Apo- në rast se ja jap Apo mos ndoshta do të hap atë USB-n që thanë në gjykatë kushtetuese se kam një USB thanë në qeli. Po, zoti Veliaj mund të hapi OSB-n dhe t'ja çojë tek vendi ku e din shumë mirë kush dalin rezultatet, ku dalin ato si themi lajmet, e dim shumë mirë dhe mos të flasim kot. Ne thjesht jemi parashtrojmë një fakt, qytetarët ta përpunojnë faktin dhe të kuptojnë qartazi kujt dhe i referohet dhe si referohet USB-s, por unë dua t'ju them juve që zoti Veliaj kërkon një të drejtë procedurale. Ajo e drejtë procedurale po ju dha zotit Veliaj, duhet t'i japin çdo tjetër person që është i paraburgosur,